Po në Shqipëri komuniteti i biznesit rifiton gradualisht besimin për punë dhe investime me gjithë problemet e shumta që ka përpara. Qeveria ka nisur të shlyejë një pjesë të detyrimeve të vjetra, ndërsa ata që përpiqen të shtojnë investimet vendase dhe të huaja, sfidë kryesore mbetet për ta rinovimi i teknologjive dhe aftësimi i punëtorëve. Korespondenti ynë Iliriana Golli njofton nga Tirana. Qarqet e biznesit vendas dhe të huaj po e vlerësojnë tani me një optimizëm të matur klimën e biznesit në Shqipëri, ndonse ende kanë shumë vërejtje për mënyrën se si po funksionojnë disa zhvillimet e ekonomisë. Përfaqësues të organizatave ekonomike mendojnë se paketa fiskale u miratua në kushte urgjence dhe nuk mund të jepte efekte pozitive në gjysmën e parë të vitit. Aktualisht mbeten vështirësi si taksa e korporatës dhe tatimi për të ardhurat personale, por ata shpresojnë që ajo të sjellë rezultate nga fundi i vitit, ndërkohë që në qershor presin të negociojnë më mirë ndryshimet ligjore dhe nënligjore fiskale. Megjithatë, zëvendës presidenti i shoqatës së investimeve të huaja Përparim Kalo thotë se tregu shqiptar po lëviz në kaun e dur. Në Evropë gjërat po ndryshojnë, Gjermania dhe shtetet e tjera po ecin më mirë dhe këto reflektohen edhe në ekonominë shqiptare. Prurjet e investimeve të huaja ndoshta duhet të jenë me ritme më të larta. Unë e shoh me optimizëm sepse janë futur emra të konsiderueshëm për ekonominë shqiptare, siç është Shell, kompania Shell, Zara. Janë pra disa indicie pozitive që mund të thuhet që japin shpresë për ecuri më të mirë të investimeve të huaja. Ndërsa Nikolin Jaka, kryetari i dhomës së tregtisë dhe industrisë së Tiranës, thotë se qeveria nuk ka shfaqur ende një strategji të qartë për të rrithur investimet e huaja apo vendase, sepse të dyja zënë vend të rëndësishëm në ekonomi. Sipas tij, duhet nxjerrë një paketë ofertash për firmat që studiojnë Shqipërinë për të investuar. Akoma nuk kemi një prezantim të një plani strategjik të menaxhimit territorial dhe të përcaktimit të sektorëve të prioritar për të investuar, por ka dhe kërkesa sporadike, paktën më informacion sa kemi ne për nga investitor strategjik, sidomos në fushën e turizmit apo edhe në fushat e tjera siç janë burimet e nëntokës shqiptare. E rëndësishme është që ti kur të bësh vizita dhe të bësh takime me investitor strategjik të huaj, të cilët tashmë kanë globalizuar ekonominë botërore, duhet të paraqesësh atyre një ofertë mirë me projekte konkrete. Ndërkaq qeveria po u shlyen firmave ndërtuese mbi $200 milionë, një pjesë të detyrimeve të prapambetura për investimet publike të kryera. Biznesmenët pohojnë se premtimi duket serioz derisa është përfshirë në marrëveshjen me Fondin Monetar Ndërkombëtar, por firmat duhet të kthejnë në banka pjesën e parave të kredituara që të mos marrin dëshkime të mëtejshme për vonesat. Zoti Kalo thotë se shlyerja e detyrimeve të prapambetura të qeverisë ndaj firmave duhet bërë përmes bankave në mënyrë që ato para të lënë gjurmë, ndërkohë që firmat po shlyen drejt për drejt me nënkontraktorët. Gjurmët duhet të jenë shumë të dukshme se ku shkojnë këto para, domethënë se si kthehen edhe në mënyrë formale në treg, sepse ka shumë gjasa që një pjesë e rimbursimeve që bëhen mund të shlyen në rrugë jo informale dhe kjo nuk I shërben, besoj, formalizimit të tregut, që është një nga objektivat e qeverisë. Kjo është ndjesia që kemi kur kemi folur me bankat, që ato nuk po shohin, domethënë, transferta bankare që vijnë si rezultat I këtij procesi për të kthimit të detyrimeve. Nga ana tjetër, zoti Jaka thotë se përtej lashjeve të ditës, sfida më e madhe e bizneseve shqiptare është modernizimi I teknologjive të prodhimit dhe shërbimeve, rritja e standardeve dhe cilësisë për të ulur kosto dhe çmimet dhe për të përshtatur me Bashkimin Evropian dhe për të konkurruar në radhat e tij. Ndërkohë që po shlyen detyrime të mëparshme për të mbushur këtë bushllëk, qeveria shqiptare po kërkon të kryejë investime publike me burime të tjera, si donator nga Gjermania, Turqia dhe me koncesione të tjera mbi autostrada dhe biznese prodhuese. Për zërin e Amerikës, Iliriana Golli, Tiranë.